Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News dhe unë jam Juri Krisafi. Presioni i fushatës ka filluar të ndihet edhe mbi politikanët, duke i bërë të lëshojnë nervat dhe deklarata të çuditshme. Tomor Alizoti, ish diplomat dhe drejtues politik i Elbasanit, ka kërcënuar se do të hajtë gjallë ata që intimidojnë sipas tij votuesit. Alizoti u bë i famshëm 4 vite më parë në fushat, kur në mënyrë të sinqertë shante veten e tij. Por kësaj radhe, fjalimi i tij është mbështetur nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ka sulmuar sërish Suel Çelën dhe bandën e tij, rival të fisit Çapja të kandidates së tij demokrate në Elbasan. Dhjetë ditë para zgjedhjeve të 11 majit, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Elbasan, Tomor Alizoti, ka lëshuar atë që mund të duket si një kërcënim direkt fizik ndaj kundërshtarëve. Një paralajmërim si ai Xhelal Mziut, po në syt Berishës, që përfundoi me grushtat e demokratit. Ju maskarej, do t'ju ham të gjallë. Deklarata u bën librazht, vendlindjen e Taulan Ballës, kriptoniti Sali Berishës në parlament, shpesh i akuzuar prej kreut të Partisë Demokratike si i lidhur me bandat. Tomor Alizoti nuk është i panjohur për deklaratat e tij të forta në fushat. 4 vite më parë, kur drejtonte Beratin, ai lëshoi në publik një kritik të sinqert ndaj vetes. Dilni, sepse unë jam i njëri si ju, rrokarën dhe unë. Në Elbasan të njëjtën, deklarata e tij kishte tone të tjera. Do t'ju ham të gjallë, nëse prekni demokratët, nëse veni mina, nuk do t'ju ndahemi kudo që t'jeni. Ju që doni të shkatërroni Shqipërinë, ju analfabet, ju maskarej, do t'ju ham të gjallë, mos guxoni t'ju shkoni njerëzve në përshpia natën, mos guxoni të fusni duart ditën e zgjedhjeve. Por kur vjen puna te kërcënimet, Alizoti e di se në Partinë Demokratike ka të tjerë që merren më seriozisht. Doktori jepi sepse ty të kanë më shumë frikë. Por këtë deklarat, drejtuar edhe bandave të Elbasanit, Alizoti e bëri para kandidates së fisit Çapja në Partinë Demokratike. Klodiana Çapja! Urdhri doktorit për të folur pak, po zbatohet, por Berisha ja ktheu shkurt Alizotit, ja uli veshët dhe riktheu në Berat. Dashur zoti Tomor Alizoti, udhëheqës politik i qarkut të Beratit, udhëheqës politik i qarkut të Elbasanit. Sepse Berisha di vetë si sulmon bandat dhe kësaj radhe sulmoi kandidaten e Partisë Socialiste, të cilën e akuzon se mbështetet nga rivali i Çapjave. Para 10 ditësh, Sueli ja bëri për spital shoferin. Dhe Tao, dhe Tao e qepi gojnë si pa qenë, si ushtari Suelit, turp të ketë. Ja theu koskat, sepse nuk mbështeti Sara Milen. Duhet ndëshkoni këte bandë në votën tuaj. Dhe u garantoj ju se Suelin dhe Suel si a ju do shpallën terrorist me datën 12 maj. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Elbasan, 3 ditë para zgjedhjeve u vra mbështetësi i Partisë Socialiste, Pierin Xhuvani, nga grupet e gatshme të Partisë Demokratike. Ajo vrasje frymëzoi edhe Xhelal Mziun Dibër, por Partia Demokratike mori shpejt masat për të tërhequr deklaratën. Në këto zgjedhje, deklaratat nuk po kthehen mbrapsht, përkundrazi, po i frymëzon vetë Sali Berisha. Edi Rama ka quajtur deklaratën e Alizotit si shpërthimin e një çyryku, duke aluduar ndaj kritikave që vetë mori pak ditë më parë kur përdori këtë term. Rama ndërkohë quajti partitë e reja si pasqyrë keqe e LSI-s. Kreu socialist thotë se ata janë shumë të rinj në moshë, por jo në program. Rama thotë se kjo është një arsye më shumë për të votuar Partinë Socialiste, që thotë se garanton pasaportën europiane dhe drejtësinë. Na
Edi Rama ju përgjigj të moralizotit nga Kuçova, pikërisht në qarkun ku 4 vite më parë shërbente si drejtues politik. Deklarata e tij do t'ju ham të gjallë sipas kryesocialistit. Është portreti i asaj se çfarë realisht përfaqëson Partia Demokratike. Shikojun Ludovikun që bërtiste do t'ju ham të gjallë. Ua! Ludoviku, do t'ju ham të gjallë. Më vjen lloj mendime çuditshme. Do t'ju ham të gjallë. Tani ç'a është ky? Ky ç'a quhet ky? Ç'a quhet ky? Çuryk. Ç'a? Patjetër. Ç'a ti bëjmë? Ata thonë jemi njisha. Ata në fakt janë njisha. Është absolutisht e vërtet. Po janë njisha në atë sensin që po diskutojmë këtu. Njëri më jashtëloje se tjetri. Më herët Rama u ndal edhe në Dimal, kryesocialisti i krahasoi partitë e reja me Ish-Lëvizjen Socialiste për Integrim, teksa kërkoi votën më 11 maj, pasi siç thot ai, çdo alternativë tjetër do të mbarte me vete edhe rrezikun për t'u rikthyer sërish në humner. E kishim një ndjes pas LSI që na ungatruan për këmbë dhe u kthye në nyje, në fyt për shqiptarët, tani në vend që ta kujtojmë për 1 maj me që është dita e punëtorëve, edhe themi shqyqyr shpëtuam nga këta pegmarsit e vegjël, tani të tjerë thonë do shkojmë zgjedhje parakoshme, kuptoni ju? Kuptoni? Të rinj, ç'a të rinj? Të rinj në mosh, po. Rama tha se vota për numrin 5 nuk është vetëm për pasaportën europiane, por edhe si garanci për jetëgjatësinë e SPAK. Bufi Knetës e keni dëgjuar, del thot në 12 maj do shkris SPAK-un, do me thënë drejtësia do kthehet aty ku ishte, në kënetën e Bufit, që kur vriteshin njerëz poshtë dritares kryeministrit, prokurori nuk merrte dot në pyetje 3 drejtorë policie dhe nga ana tjetër kryeministri dilte dhe e bënte prokurorin e përgjithshme lavire. Teksa e cilësoi programin e Partisë Socialiste si dëshmi e progresit që Shqipëria ka bërë drejt Bashkimit Evropian, një koment Rama e kishte edhe për Sali Berishën dhe kontratën $6 milion të lobimit në SBA. Do japim kaq, do japim aq, që dini mirë ju se si janë lekët e Bufit. $6 milion nga këneta për të pastruar atë tatuazhin në ballë të non gratës dalin, po ato paratë e tjera për popullin ato nuk dalin. SPAK merr në dorë dosjen e policisë për dhunën e ushtruar nga kandidati Sali Berishës Xhelal Mziu ndaj një zyrtari lokal në Dibër pas një takimi elektoral. Blut e Dibrës e referuan ngjarjen për dhunim në zgjedhje të kryer në bashkëpunim. Prokuroria e posaçme po verifikon ndërkohë pamjet filmike të incidentit në fshatin Ostren, por në ato shihet qartë se viktima e dhunës zyrtari lokal, ndërsa dhunuesi është deputeti demokrat Xhelal Mziu. Në prokurorinë e posaçme kanë mbritur materialet për konfliktin fizik të ndodhur pak ditë më parë gjatë një aktiviteti elektoral në Dibër, ku i përfshi rezulton deputeti demokrat Xhelal Mziu, bashkë me nipin e tij teksa dhunuan zyrtarin e njësisë administrative të Ostrenit, Kalosh Murën. Policia referoi ngjarjen për veprën penale të dhunimit në zgjedhje të kryer në bashkëpunim, ndërsa SPAK po kryen veprime për të vendosur nëse do të regjistrojë këtë kallëzim penal apo do të transferojë atë në prokurorinë e Dibrës. Deri më tani prokuroria thotë se po verifikon pamjet filmike të incidentit. Megjithatë, materiali filmik tregon qartë se viktimë e sulmit ka mbetur zyrtari lokal i bashkisë, që është sulmuar nga deputeti demokrat Mziu dhe nipi i tij. Përveç materialit policor, në prokurori ka depozituar kallëzim edhe deputeti demokrat, që pretendon se është ai personi dëmtuar, ndërsa kallëzim në prokurori ka dërguar edhe një qytetar, që pretendon se është dhunuar nga Mziu gjatë incidentit. Veprimet hetimore po kryen nga prokurori posaçëm Elvin Gokaj, i cili është caktuar në qarkun Dibër për të hetuar krime zgjedhore apo për të monitoruar këtë zonë ditën e zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa në ditën në vijim pritet që Gokaj të marrë në shqyrtim 3 kallëzimet dhe më pas të kryejë veprime si dhe të thërras personat e përfshirë apo që ishin prezent në vendngjarje në cilësinë e personave që kanë dieni. Incidenti u shënuar në 24 prill pas një takimi elektoral të zhvilluar nga Partia Demokratike në fshatin Ostren.
Sali Berisha ka komentuar për herë të parë lobimin $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Partisë Demokratike lan duart dhe thotë se kontrata nuk është e Partisë Demokratike, por e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan. Sipas Berishës, kontrata nuk parashikon pagesën për Laçivitan, por as mohoi nëse kjo kontratë është për heqjen e non gratës së tij. Lidhur me milionat që numëroni, mos harroni kontrata ka një artikull, një nem, si pas të cilit palët në çdo rrethan që ta konsiderojnë të dobishme për veten e tyre ndërpresin kontratën. Ka pranuar shërbimin, dakord, interpretoj si dush, po ai gjersa ka një shërbim të ofruar, Partia Demokratike i del zot asaj. S'ka diskutim. Sepse ajo është një fondacion adhetarësh, patriotësh, që e duan shumë të vet, antikomunistësh, të cilët shohin tek Edi Rama një shkatrimtar të vërtet të kombit dhe kanë krijuar një fondacion për të ndihmuar Partinë Demokratike. Po ata atë kontratë nuk kanë shkruar, nuk kanë firmos për vetën e tyre. Domethënë për të ndihmuar ata vetën. Për të ndihmuar ata aq sa çdo shqiptar është fjala. Këtu s'ka asnjë lloj kontradikte. Kjo është e vërteta. Krislia Civita është i kontraktuar për zgjedhjet, konsulent për zgjedhjet dhe për asgjë tjetër se janë në ligje janë të ndryshme. Ai Continental është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike, kurse Krislia Civita është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Kris Laçivita ka folur me demokratët nga Washingtoni, por ka lënë të kuptohet se për ta nuk ka lajm nga Amerika. Në një leksion flesht, 7 minutësh, këshilltari elektoral i Partisë Demokratike thotë se ata duhet të fokusohen në atë që duhet të ndodhë në 11 maj. Shpresa e Laçivitas janë të pavendosurit, pa të cilët, thot ai, Partia Demokratike nuk mund të vijë kurrë në pushtet. Është i shtrenjtë në tarifa, por i kursyer në kohë. 2 javë nga dalja e tij e fundit në fushat, Kris Laçivita u shfaq para kandidatëve të Partisë Demokratike, jo në Tiranë, por në Amerikë dhe vetëm 7 minuta. Këshilltari magjistar i koalicionit madhështor thotë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po flitet më në fund për Sali Berishën, por atyre që presin që nga e premtja e deri në 6 maj të ndodhë mrekullia, u dha mesazhin se duhet të presin edhe ca. Ka një ndërgjegjësim edhe në Shtetet e Bashkuara për zgjedhjet që po vinë në Shqipëri, por lajmi i vërtet gjithsesi do të bëhet kur të fitojmë dhe të mposhtim Edi Ramën. Mesazhi i Laçivitës, i cili ka qenë gjithmonë më i sinqert se Berisha, kur vjen puna për raportet e doktorit me Washingtonin, është edhe kësaj radhe i qartë. Mrekullia më parë duhet të ndodhë në Shqipëri. Sali Berisha ka një rrugë të shpejtë të heqë non gratën, i duhet të fitojë zgjedhjet në Shqipëri. Ndaj më shumë se të humbin kohë me ëndra të bukura dhe me gjell pasanikësh për te oqeanit, Laçivita u kërkoi kandidatëve të përqendrohen tek fushata. 4.1 kilometër, 4.1 milion euro. Gafat dhe ngatresat e doktorit apo dhe syzet Ray-Ban e kanë kthyer Sali Berishën nga një Trump shqiptar në një Biden memesh të Tiranës, ndaj dhe kryemagjistari u kërkoi demokratëve të përmbysin narrativën. Do të filloj me ngjashmëritë mes Edi Ramës dhe Joe Biden, që të dy janë të paqëndrueshëm, që të dy e kanë shkatruar ekonominë dhe të dy do të humbasin në ditën e zgjedhjeve. Problem duken për kryemagjistarin edhe sondazhet. Laçivita u përpoq të binë demokratët të mbyllin syt para tyre, por të përveshin krahët e të punojnë për të bindur të pavendosurit. Mos harroni, kjo është thjesht matematik dhe ka të bëjë me të nxjerrurit e më shumë njerëzve për të votuar. Votuesit e pavendosur do të vendosin fatin e zgjedhjeve. Këta votues do të jenë më të prirur të na mbështesin. Nëse Edi Rama nuk e ka siguruar votën e tyre deri tani, nuk do ta sigurojë as në 10 ditët e ardhshme.
Chrysler Civita e ka evidentuar sakt. Në Shqipëri ka një numër të konsiderueshëm votuesish të pavendosur. Ata duan të votojnë kundër qeverisë. Problemi është se ata po ashtu janë të vendosur. Se alternativa e Ramës nuk mund të jetë Sali Berisha, i cili me Biden ka të njëjtat syze, moshën, por edhe gafat e këndshme publike. Por këshilltari amerikan është korrekt me detyrën dhe me kontratën e tij, të tjerat i vendosin shqiptarët në 11 maj. Bashkimi Evropian përgënjeshtron një shkrim të portalit të familjes së Berishës, sipas të cilit ambasadori i delegacionit në Tiranë ka ndërhyrë në raportin paraprak të OSBE Odirit për të hequr disa emra që cënonin majorancën. Në reagimin e tij, delegacioni kujton se dezinformimi dëmton besimin e publikut. Disa ditë më parë, Grenell dhe djali i presidentit Trump përgënjeshtruan një tjetër shkrim në portalin e drejtorit të komunikimit të Sali Berishës. Jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë një tjetër shkrim të publikuar nga portali i familjes Berisha, Syri.net, në të cilin thuaj se ambasadori Silvio Gonzato ka ndërhyrë për të hequr emra nga raporti paraprak i OSBE Odir. Në një reagim në rrjetet sociale, delegacioni i BE-s në Tiranë jo vetëm që e quan të pavërtet lajmin, por i kujton demokratëve se dezinformimi dëmton edhe besimin e publikut. Artikulli publikuar nga Syri.net që pretendon se delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri apo ambasadori ka ndërhyrë për të hequr emra nga raporti paraprak zgjedhor i OSBE Odir është i pavërtet. Raportet e vëzhgimit zgjedhor të OSBE Odir janë të pavarura, të paanshme dhe bazohen vetëm në gjetjet e verifikuara nga ekipet e tyre vëzhguese. Dezinformimi mund të dëmtojë besimin e publikut në proceset demokratike. Ky nuk është rasti i parë kur ndërkombëtarët përgënjeshtrojnë mediat pranë Sali Berishës. Të hënën edhe njeriu i afërt i Donald Trump, Richard Grenell, u detyrua të hedhë poshtë një shkrim të portalit të drejtorit të komunikimit në PD, Alfred Leila, në të cilin përmendej si lobisti i Ramës për 2 takime me djalin e presidentit amerikan, postimi i cili u rishpërnda edhe nga Trump Jr. duke konfirmuar hapur se tek ai nuk ka lobuar askush për të takuar apo darkuar me Ramën, duke e cilësuar shkrimin një gënjeshtër të madhe. Koalicioni Berishës me Ilir Metën jo kudo është i sigurt. Në Durrës, në ditët e fundit fushatës elektorale, këshilltarët lokal të partisë Ilir Metës bashkuan votat me socialistët në Këshillin Bashkiak. Votimi ka qenë për një projekt në gjirin e Lalzit që është kundërshtuar nga demokratët. Partia e Lirisë duket e pavendosur në aleancën me Partinë Demokratike në këtë zgjedhje. Në kulmin e fushatës elektorale, antarët të Këshillit Bashkiak të Durrësit vënë në diskutim besnikërinë ndaj demokratëve, ndërsa bashkojnë votat me Partinë Socialiste në mbledhjen e Këshillit për një pikë të rendit të ditës. Bashkimi i votave Partia e Lirisë, Partia Socialiste për ndryshimin e një sipërfaqeje pyjore në gjirin e Lalzit, ndërtimit të një kompleksi turistik në atë zonë. Këshilltarët e Partisë Demokratike, që ishin vetëm 3 në sallë, dhanë votën e tyre kundër, ndërsa këshilltarët e Partisë së Lirisë dhe Partisë Socialiste me 31 vota votuan pro projekt vendimit të propozuar nga Bashkia. Ndërtimi i resortit turistik ka marrë aprovimin e Këshillit Kombëtar të Territorit, por sipas këshilltarëve të Partisë Demokratike, Bregdeti i Durrësit është betonizuar mjaftueshëm, ndërsa të majtët mbrojnë idenë që resorti jep një hoftë të madh zhvillimit të turizmit dhe punësimit. Të dy akahët akuzuan njëri tjetrin për dëmin e bërë në mjedis në 35 vite demokraci. Kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak që u mbajt në kulmin e fushatës elektorale u drejtua nga kryetaria e komanduar Denisa Luarasi, pasi Ani Dyrmishi garon për një mandat deputeti në parlamentin e ardhshëm nën siglën e Partisë Socialiste.
I arrestuari si bashkëpunëtor për vrasjen e Renato Hoxhait në Vlorë, Eris Mehmetaj, ka qenë mik me Roan Brahimin, por nuk dihet nëse ka lidhje me ngjarjet e 2 javëve më parë në Lezhë dhe në Lundër. Mehmetaj nuk pranoi se ka lidhje me ngjarjen, por pranoi se makina e përfshirë në vrasje është e tij. Hetuesit po hetojnë të gjitha lidhjet e tij me element të botës së krimit në Shqipëri dhe jashtë vendit. Eris Mehmeti me origjinë nga Tropoja, I vetmi arrestuar për ekzekutimin e Renato Hoxhës në Vlorë me 27 prill, rezulton të ketë pasur lidhje miqësie me Roan Brahimin, të ekzekutuar një vit më parë në Athinë. Hetuesit po skedojnë lidhjet e Eris Mehmetit, si me Roan Brahimin, por edhe me personazhe të tjera të botës së krimit që dyshohet se fshihen në Dubai, për të zbuluar nëse kanë lidhje me porositjen e vrasjes së Renato Hoxhës. Po ashtu në skedaret e policisë, emri Roan Brahimit ka qenë I lakuar shpesh për lidhjet e tij me një grup që operon në qytetin e Vlorës, por deri më tani Eris Mehmeti ka mohuar që të ketë gishtë në vrasjen e Renato Hoxhës. Ndërkohë hetuesit e kanë ballafaquar Eris Mehmetin me një automjet, të cilin ai ka pranuar se është I njëjti, dhe se këtë automjet ja ka lënë në përdorim një miku të tij, por nuk e di se çfarë ka bërë me të. Ky automjet sipas policisë është përdorur nga ekzekutori Renato Hoxhës dhe më pas është larguar deri në Ksamil. Nga dyshimet që ka policia besohet se automjeti mund të jetë shmontuar në një pikë skrapi. Pista për vrasjen e Renato Hoxhës dyshohet të jetë për hakmarrje. Sipas të dhënave të siguruara deri më tani nga grupi hetimor, dyshohet se Hoxhai ka qenë I përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur kohë më parë në qytetin e Vlorës, një ndër ngjarje që po hetohet se mund të jetë përfshirë Renato Hoxha. Është edhe vrasja e Gzim Sinematit, djali I Sokol Sinematit, I njohur ndryshe me pseudonimin Sokol Buzderi. Një tjetër detaj në dosjen e policisë është edhe fakti se Hoxhai kohët e fundit kishte filluar që të ruhej apo I druhej një atentati, pasi kishte montuar kamera sigurie në banesën e tij. Të njëjtën gjykata e Vlorës la në burg Eris Mehmetin, si të dyshuar për sigurim kushtesh për të kryer vrasje dhe për krahje autorit të krimit. Policia e Durrësit ka vënë pranë nga një 24 vjeçar I cili promovonte dhunë në TikTok dhe bënte thirrje për akte të dhunshme. I riu thoshte se do të ndiqte live në rrjet një makinë të policisë dhe ftonte të tjerët ta ndiqnin. Policia arrestoi të riun nga dhuna, por ngjarja provoi edhe një herë se ndryshe nga sa thon autoritetet, TikToku vazhdon të përdoret në vend. Përshëndetje gjithëve. Jam të e bo këtë video, me ju thonë që me datë një, kam përdjek makinën e policisë. Një 24 vjeçar identifikuar si Devis Faruku është arrestuar nga policia e shtetit për shkak se ka bërë thirrje në platformat online për dhunë. I riu është arrestuar brenda banesës së tij në lagjen perimore të Sukthit për veprat penale të thirrje publike për veprime të dhunshme dhe mbajtje pa leje apo shitje armëve të ftohta. Sipas policisë, thirrjet janë bërë nga TikTok, platformë kjo që në Shqipëri është mbyllur, por si duket I riu ka mundur të ketë aksesimin e këtij rrjeti social nëpërmjet aplikacioneve siç një ndryshe VPN. Ka qenë një denoncim I mbërritur në policinë e shtetit çka ka zbuluar edhe thirrjet e të riut për të djegur një automjet të policisë së shtetit në zonën ku ai banonte, por edhe thirrje të tjera për dhunë nga 24 vjeçari. 5 euro benzin, 1 euro çakmak. Më pas hetuesit kundër krimit kibernetik, në bashkëpunim me platformat e rrjeteve sociale, kanë mundur të zbulojnë se kush fshihej pas adresës false ku publikoheshin këto thirrje. Ndërkohë drejtoria e antiterrorit po ndjek çështjen në vijimësi, duke ndjekur procedurat përkatëse për ndikim dhe rrezikshmërinë e mesazheve që janë shpërndarë në rrjetet sociale. Qeveria ka rishikuar buxhetin për herë të parë këtë vit. I vetmi ndryshim është miratimi një fondi për financimin e një startupi në fushën e inovacionit që drejtohet nga shqiptarja Mira Murati dhe ku qeveria shqiptare do të bëhet aksionere me një vlerë prej $10 milion. Shteti shqiptar do të jetë aksioner në projektin inovativ në fushën e inteligjencës artificiale që do të zhvillohet nga shqiptarja Mira Murati. Nisur nga kjo, buxheti I shtetit është rishikuar për herë të parë për këtë vit për të financuar projektin Machine Thinking Lab me një vlerë prej $10 milion. Zërat e tjerë në buxhet nuk kanë ndryshuar, ndërsa objektivi jon që të mbetet ulja e mëtejshme e borxhit publik. Duke qenë në prag të zgjedhjeve parlamentare, qeveria ka vënë në dieni për rishikimin e buxhetit edhe Komisionin Qendror të zgjedhjeve. Në relacion thuhet se ky është një projekt I rëndësishëm, I cili do të krijojë një potencial të rëndësishëm teknologjik dhe të ardhura ekonomike për vendin, duke ofruar përfitime strategjike për Shqipërinë. Me anë të kësaj nisme, synohet që të tërhiqen investitorë ndërkombëtar duke pozicionuar vendin ton si një qendër për kërkimin dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Sipas dokumentit, financimi prej $10 milion do të mbulohet nga të ardhurat e fituara nga Agjencia e Administrimit të Pasurisë
pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Kryeministri Edi Rama e njoftoi një nismë të tillë edhe më herët, ndërsa deklaroi se Mira Murati ka ofruar asistencën e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. Aktualisht Shqipëria po e përdor inteligjencën artificiale në përkthimin dhe përafrimin e legjislacionit tonë me atë evropian. Mira Murati është një inxhiniere dhe ekzekutive shqiptare e teknologjisë, e njohur për rolin e saj në zhvillimin e inteligjencës artificiale, ndërkohë që qeveria po përgatitet për të integruar inteligjencën artificiale në shumë sektor të ekonomisë, përfshirë prokurimet apo administratën tatimore. Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për të parë zhvillimet nga dy konfliktet më të nxehta globale. Sulmi i kryer nga forcat ruse u zgjerua me masakrat kryera në Mariupol, siç ishte bombardimi i një teatri të mbushur me civil. Sipas Institutit për Studimet e Luftës, lagja më e vështirë për Izraelin po kthehet pikërisht lagja Shijaja, ku prej javësh forcat izraelite në Khan Yunis ne shohim se struktura mbetet e njëjtë sa i përket zhvendosjes së trupave izraelit dhe nuk shohim përparime të dukshme. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më krejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Një muaj pas publikimit të lajmit se krerët e sigurisë dhe të mbrojtjes Amerikës folën për sulme ushtarake ndaj militantëve Houthi në Yemen, në një grup chati në Signal është shkarkuar Mike Waltz, këshilltari i sigurisë kombëtare të presidentit Trump. Waltz mori përsipër në fund të marsit se stafi i tij kishte futur padashje në grup, edhe një gazetar i cili më pas nxori lajmin në publik. Çështja mund të hetohet për shkelje të mundshme të sigurisë kombëtare. Këshilltari i sigurisë kombëtare i Donald Trump, Mike Waltz, do të largohet nga detyra pasi ka humbur besimin e zyrtarëve të administratës. Sipas mediave ndërkombëtare, në Shtëpinë e Bardhë, për javë të tëre janë diskutuar emrat për një zëvendësues. Kështu Waltz pritet të jetë i sakrifikuari për skandalin e Signal, ku u ndan mesazhe që përmbanin informacion të klasifikuar. Waltz ishte pjesë e një grupi në aplikacion bashkë me zyrtar të tjerë të lartë amerikan, ndërtoi edhe kreu i Pentagonit Pete Hegseth, i cili ndau detaje rreth sulmeve amerikane ndaj rebelëve Houthi në Yemen. Bisedat u zbuluan pasi gazetari i The Atlantic, Jeffrey Goldberg, u bë gabimisht pjesë e grupit dhe përgjegjësia për këtë duket se ishte Waltz dhe ekipit të tij. Gjatë muajit mars, Waltz pranoi përgjegjësinë e plotë për skandalin që po çon edhe në largimin e tij nga posti i këshilltarit të sigurisë kombëtare. Ndërkohë sekretari i mbrojtjes, Pete Hegseth, ka pasur mbështetjen e plotë të Trump, pavarësisht se përdori një aplikacion si Signal për të ndarë detaje precize të koordinatave dhe armëve të përdorura në sulmet në Yemen. Mike Waltz ka qenë pjesë e ekipit amerikan në negociatat mes Ukrainës dhe Rusisë dhe ishte në bisedimet që çuan në një propozim për armpushim 30 ditor të vënë fillimisht në tryez në Arabinë Saudite në muajin mars. SBA dhe Ukraina firmosin më në fund marrëveshjen për mineralet, e cila shënon një pikë kthese në konfliktin me Rusin. Kievi jep të drejtën Washingtonit që të ketë fitimet e tij nga shfrytëzimi i pasurive minerare të Ukrainës në këmbim të ndihmës ushtarake dhe asaj për ndërtimin e Ukrainës së pas luftës. Marrëveshja nuk u arrit të nënshkruhet në shkurt pas tensionit mes Trump dhe Zelenskit, por tani presioni do të shtohet mbi Rusin. Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan të mërkurën një marrëveshje të re strategjike që i jep SBA-ve akses preferencial në burimet minerale të Ukrainës dhe krijon një fond përbashkët për ndërtimin e vendit. Marrëveshja e promovuar fuqishëm nga presidenti amerikan Donald Trump vjen pas disa muajsh negociatash intensive mes dy vendeve. Dokumenti u firmos në Washington nga sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent dhe zëvendës kryeministrja e parë e Ukrainës Yulia Syridenko. Sipas një njoftimi zyrtar nga thesari amerikan, marrëveshja tregon qartë për kushtimin e administratës Trump ndaj një Ukraine të lirë, sovrane dhe të begat. Marrëveshja përfshin krijimin e një fondit përbashkët investimi që do të mbështesë rindërtimin e infrastrukturës ukrainase të dëmtuar nga lufta dhe pritet të tërheqë investimet konsiderueshme nga Shtetet e Bashkuara. Një pjesë e rëndësishme e marrëveshjes është edhe sigurimi i aksesit preferencial për kompanitë amerikane në marrëveshjet për nxjerrjen e mineraleve të rralla dhe strategjike në Ukrainë.
Në një postim në rrjetin X, zëvendës kryeministria e parë e Ukrainës deklaroi se përveç kontributit financiar të drejtë për drejtë, marrëveshja mund përfshijë edhe ndihmë të re ushtarake për Ukrainën, përfshirë sistemet mbrojtjes ajrore, megjithse kjo pjesë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga Washingtoni. Menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes, në një intervistë për News Nation, Trump deklaroi se Washingtoni do të marrë nga kjo marrëveshje shumë më tepër se shuma prej 350 miliard dollarësh që ai pretendon se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar për mbrojtjen e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë qenë donatori më i madh ushtarak i Kievit që nga pushtimi rus në vitin 2022, me ndihmë që tej kalon 72 miliard dollar sipas Institutit Kiel në Gjermani. Marrëveshja për mineralet me vlerë mes Washingtonit dhe Kievit vjen ndërsa Trump përpiqet të nxjisë një zgjidhje paqësore për luftën tashmë 3 vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Marrëveshja shihet gjithashtu si një hap i rëndësishëm për përmirësimin e marrëdhënieve mes Kievit dhe Shtëpisë së Bardhë, të cilat ishin tensionuar pas ardhjes së Trump në pushtet në fillim të këtij viti. Zjarret që kanë rrethuar Jeruzalemin po kërcënojnë qytetin ku është shpallur dhe gjendja e emergjencës kombëtare. Kipro, Italia dhe shtetet e tjera janë përgjigjur thirrjes së Tel Avivit për ndihmë me avion ujëhedhës. Deri tani rreth 5000 hektar pyje janë shkrumbuar nga flakët. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar se zjarret që po përhapen me shpejtësi pranë Jeruzalemit mund të arrijnë me shpejtësi në qytet, ndërsa në fillimin e tij shpalli emergjencën kombëtare. Kreu i qeverisë izraelite u shpreh se erat e forta me drejtim nga perëndimi mund të dërgonin zjarrin brenda qytetit, ndërsa tha se situata është kritike. Forcat zjarfikse po luftojnë me 6 vatra zjarri, ndërsa më shumë se 5000 hektar tokë sipërfaqe e pyllëzuar është shkrumbuar nga flakët. 119 ekipe të forcave zjarfikse në garë me kohën dhe flakët po punojnë për shuarjen e zjarreve së bashku me 10 aeroplan zjarfikës. Pas kërkesës për ndihmë ndërkombëtare nga Tel Avivi zyrtar, në Izrael kanë bërritur këtë të njëjtë edhe 8 aeroplan zjarfikës nga Kiproja, Italia, si dhe nga shtetet të tjera. Deri tani raportohet se zjarret pranë Jeruzalemit kanë lënë të plagosur dhe të asfiksuar 23 persona, ku mes tyre ishin 2 gra shtatzënë dhe 2 foshnjë në 1 vjeç. 13 persona po marrin kujdes të specializuar shëndetësor në spital, ku mes tyre edhe forca zjarfikse. Të mërkurën pamjet apokaliptike treguan flakët pranë autostradës Tel Aviv-Jeruzalem, duke sjellë bllokim të qarkullimit. Policia izraelite lajmëroi këtë të njëjtë se të gjitha rrugët janë të hapura për qarkullim, ndërsa njoftoi edhe rikthimin e shërbimit të trenave. Autoritetet izraelite po hetojnë mundësinë që zjarret të ndezur qëllimisht pas raportimeve që thonin se Hamas ju kishte bërë thirrje palestinezëve që të digjnin gjithçka që ato do të mundnin në kuadër të një rezistence popullore ndaj pushtimit izraelit në rripin e Gazës. Substancë vjen si homazh dhe akt kujtese për piktorin e dritës Elio Sekun një vit pas ndarjes nga jeta. Ekspozita është një përpjekje për të treguar të sintetizuar jetën dhe veprën e tij të ndarë mes dy kohësh që u bashkuan sërish përmes ngjyrës. Substanca e artit Elio Sekut mbledhet me mall në Galerinë Fab, miqt, artistë dhe familjarët për testamentin e tij artistik, një vit pa piktorin e dritës. Najate, ke parasysh kur punon shumë, që punon për ditë, që ti investon në veprën tënde, vjen një moment që ai materiali piktorik fillon me vlerë, bëhet i ngrohtë, bëhet si mjalt, bëhet i artë, bëhet substancë. Dhe të gjitha bisedat me të mbylleshin me këtë term. Dhe mendova, Aliu ja ka vënë vetë emrin ekspozitës tij. Është një emocion shumë i madh, edhe Najada e ka kuruar ekspozitën në detajin më të imët më të vogël, dhe mbaj mend që më thoshte babi shpesh na bënte skica, shpesh na bënte portrete. I thoja unë që nuk ke bërë siç duhet, edhe më thoshte gjithmonë, e di piktoria të punë, ti je modele. Kështu që edhe ke skicat që keni parë dhe ke portretet që keni parë, ai gjithmonë ka qenë i lirë dhe gjithmonë ka shprehur atë që ka menduar për. Prezenca vizatimeve, portreteve, autoportreteve, e punës së diplomës, gjetur rastësisht në oborrin e shkollës, e vetë Aliut, në një video realizuar me inteligjencën artificiale, sjell hijen e piktorit si një mantel drite në mjedisin e universitetit, ku kaloi jetën e tij toksore, duke mësuar breza, por dhe duke qenë një artist i lirë, deri në grahmën e fundit, ku Habsburgu.
nuk ja rrëmbeu shpirtin e lirë. Aliu ishte një njeri që jetoi dy kohë. Jetoi kohën para 90-s dhe kohën pas 90-s. Aliu është nga të paktit ish të burgosur politik për art. Aliu arriti të jetë i lirë psikologjikisht nga burgu. Ai doli nga burgu dhe e la burgun pas. Në muret përreth galerisë qëndrojnë disa vepra të kohës së re, ku drita dhe hapësira mbizotrojnë e ku ngjyra bëhet gjuhë e heshtja mesazh. Ekspozita Substancë është homazh për mikun, artistin si një akt kujtese, një tempull modest reflektimi për një njeri dhe artist të madh. Kjo nuk është një ekspozit retrospektiv, as arkivore, por një përpjekje për treguar e sintetizuar jetën dhe veprën e Aliosekut, të ndarë mes dy kohësh që u bashkuan sërish përmes më dashurës së tij, ngjyrës. Konklava për të zgjedhur papën nis në 7 maj, por votimi mund të gjejë atin e shenjtë pa rrobat e përshtatshme të kreut të Kishës Katolike. Asnjë prej dyre qefësive në Vatikan që kanë veshur papët prej më shumë se një shekulli nuk ka marrë ende asnjë porosi nga shefi i Kishës Katolike, por kjo nuk i ka ndaluar ata të prodhojnë 3 masa të rrobave të bardha për atin e shenjtë të Vatikanit. Konklava për papën e ri po afrohet, por Vatikani ende nuk e ka porositur veshjen për pasardhësin e Franceskut, i cili ndroi jetë më 21 prill. Kjo është hera e parë në 46 vjet që Selia e Shenjtë e Kishës Katolike nuk ka porositur veshjen e re, të paktën nga 2 robaqepësit më të njohura të papëve. Vatikani porosit 3 veshje për udhëheqësin e ri të Kishës Katolike, një mas të vogël, një të mesme dhe një të madhe, në varësi të trupit të atit të shenjtë. Megjithatë, fakti që porosia ende nuk ka mbritur, nuk e ka ndaluar Ranieri Mancinelli, i cili hapi robaqepësinë e tij kishtare pranë Vatikanit në vitet 1960. Ai po bën 3 veshje të thjeshta të bardha, në stilin e thjeshtë të Papa Franceskut, për çdo rast. Ndërkohë robaqepësia tjetër kishtare, Gamarelli, ka një gjurmë dokumente që tregon se ka marrë porosi për veshje për çdo konklav, që nga fillimi i shekullit të 20 dhe ndoshta shumë më gjatë, edhe pse këtë herë diçka e tillë ende nuk ka ndodhur. Herën e fundit që nuk mbriti asnjë urdhër ishte tetori i vitit 1978, kur u mbajt një konklav për të zgjedhur një pasardhës për Papa Gjon Palin e parë, i cili vdiq pas 33 ditësh si pap, sipas Lorenzo Gamarelli, i cili përfaqëson brezin e 6 që drejton biznesin. Sipas mediave italiane, porosia nuk është bërë ende, pasi Vatikani tashmë ka shumë mundësi në dispozicion dhe ponderon mesazhin e Papa Franceskut për qëndrueshmëri mjedisore dhe ekonomike. Për daljen e parë publike të një pape në balkonin e Bazilikës së Shëmpjetrit, veshja bazë është rroba e bardhë prej leshi, e shepur me dorë, me pelerinë të bardhë dhe me mëngë të gjata mëndafshi. Klikoni në abcnews.al për lajmet më të fundit dhe na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Në orën 20 Real Story me Sokol Ballën, bashkë më të kofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.